Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. 2 eurodeputet me origjinë nga Shqipëria kanë mbajtur 2 qëndrime krejt të kundërta në takimin që patën me kolegët e tyre shqiptar. Fredi Beleris ka folur greqisht kundër ish-vendit të tij, duke i quajtur Shqipërinë fundin e Europës, por eurodeputeti Arba Kokalari thotë se Shqipëria ka bërë shumë hapa para dhe do të kapë afatet e negociatave. Të dy shqiptar, por ndryshe flasin për Shqipërinë, një vit pas pritjes që i rezervoi një qytetar i revoltuar për masakrën e Peshkëpisë, Fredi Beleri u rikthye sërish në Tiranë për t'u ankuar në greqisht për mungesën e një universiteti grek në Shqipëri dhe cënimin e lirisë së fesë. Nuk ka ende një universitet grek në Shqipëri dhe problemi me nxënësit që kanë mësuar gjuhën greke në përshkolla, ku kanë pasur shumë probleme, ku problemi më i madh janë tekstet e veçanta që përdorin, shohim irredentizëm në këto tekste dhe probleme të papranueshme në kushtet caktuara. Një problem tjetër është liria e fesë. Por Beleri dhe kolegëve të tij të opozitës që i lexojnë ndryshe raportet për Shqipërinë, ju përgjigje eurodeputetja Arba Kokalari. Ajo foli në anglisht, por vlerësoi reformat që Shqipëria ka ndërmarrë në rrugën integruese. Për gjenerata, Shqipëria ka luftuar kundër shtypjes dhe tani ju e keni mundësinë më të madhe që Shqipërinë ta ktheni aty ku e ka vendin, në Bashkimin Evropian. Për disa vite ju mund të bëheni kolegët tanë në BE. Përpjekje të cilat u vlerësuan dhe në deklaratën e përbashkët të takimit të 20 të stabilizim asocimit mes Shqipërisë dhe Parlamentit Evropian, ndërsa u rikonfirmua edhe hapja një zyre të PES në Tiranë në mbështetje të Ballkanit Perëndimor. Mirëpresim ambicien për të çuar përpara negociatat e antarësimit e në veçanti ecurinë në hapjen e një numri mbreslënës të grup kapitujve, negociues gjatë 12 muajve të fundit, me pritshmërinë për të hapur grup kapitullin e fundit të mbetur përpara përfundimit të vitit. Në një intervistë për ABC News, eurodeputetja suedeze me origjinë shqiptare Arba Kokalari bëri thirrje deputetëve shqiptar të lënë sherret dhe të mos humbin momentin e artë për futjen në Europë. Kokalari tha se Shqipëria ndodhet në një moment shumë të rëndësishëm për integrimin në Bashkimin Evropian, ndërsa ka bërë hapa të shpejt drejt antarësimit. Brukseli po angazhohet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Eurodeputetja suedeze me origjinë shqiptare Arba Kokalari tha për ABC News se vendi ynë ndodhet në një moment të rëndësishëm sa i përket integrimit, duke marrë në konsiderat dhe shpejtësinë për hapjen e grup kapitujve. Sipas saj, ambicia e qeverisë për mbylljen e të gjithë grup kapitujve brenda 2027-s është e realizueshme. Unë shoh që Shqipëria është e bindur dhe gjithë shqiptarët e duan Shqipërinë në BE, edhe unë tashi në Bruksel shoh që ka një angazhim shumë të madh edhe nga Bashkimi Evropian që ta fusi Shqipërinë në BE. Është rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian që gjithë shtetet evropian të jenë bashkë, sepse kemi sfida shumë të mëdha nga Rusia e shtetet autoritere që nuk e duan BE, nuk e duan Evropën. Kokalari kërkoi nga palët politike të lënë pas mosmarrëveshje dhe të punojnë së bashku për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kjo sipas saj edhe për të përmbushur ëndrrën e qytetarëve shqiptar, 90% të cilëve mbështesin antarësimin në familjen evropiane. Ato sherret politikë që kanë brenda këto, është e rëndësishme tashi që të dy palët të punojnë bashkët për shqiptarët edhe për të ardhmen e Shqipërisë. Kjo gjë nuk është gjë politike, është gjë për të ardhmen për gjithë shqiptarët edhe për fëmijët që do ta zhvillojnë këtë shtet, edhe unë shpresoj që të dy palët do punojnë bashkë, që së bashku i përputhin ato kriteri që ka BE-ja që ta fusin Shqipërinë brenda në familjen evropiane. Në dhjetor, Shqipëria pritet të çelë grup kapitullin e fundit të negociatave, atë për çështjet e bujqësisë, ndërsa më herët janë hapur grup kapitujt e themeloreve, marrëdhëniet me jashtë, tregu i brendshëm, konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Shqipëria ka sinkronizuar orët me Bashkimin Evropian në përmbushje të një plani të detajuar reformash për të bërë antar me të drejta të plota të Bashkimit Evropian brenda 2030-s.
Socialistët nuk janë kundër propozimit të Berishës për reformë zgjedhore, formimin e Senatit dhe uljen e numrit të deputetëve. Tauland Balla ftoi Partinë Demokratike të ulet në tryez dhe cilë dhe propozime të tjera, si dhe të votojë nesër në kuvend rezolutën për SPAK. Por Sali Berisha refuzon dhe i bashkuet asaj që ai e quajti urrëtie popullore kundër reformës që është përtheu pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Reforma e re, emra të vjetër, bile të njëjtat emra për dy reforma. Partia Socialiste nuk surprizoi me përbërjen e dy komisioneve të posaçme për zgjedhoren dhe territorialen. Tek reforma zgjedhore, bashkëkryetar sërish Gjiknuri, në pritje të tangos së përhershme me Oert Bylykbashin, kurse te territorialja u caktua Arbian Mazniku. Mazhoranca e mirëpriti dakordsinë e doktor Berishës për uljen e numrit të deputetëve në parlament, bashkë me Senatin. Kam dëgjuar që kryetari i Partisë Demokratike ka komentuar lidhur edhe me propozimet tona sa i përket reformimit të kuvendit sa i përket numrit, madje ka dalë dhe me i propozim për të pasur një senat. Le të diskutohen të gjitha këto si pjesë e komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Është për të përshëndetur fakti që edhe ju pas propozimit ton, vini dhe ju me propozimet tuaja, të gjitha këto duhen diskutuar. Në pritje të uljes në karrige, Balla i ftoi demokratët të ngrenë dorën, të njëjtën në kuvend. Dhe apeli im sot këtu është që edhe kolegët e opozitës ta votojnë nesër në Kuvendin e Shqipërisë rezolutën, pikërisht për të treguar se drejtësia nuk është e mirë dhe duhet përshëndetur kur ngrej akuza kundër kundërshtarit, dhe drejtësia është e keqe kur ngrej akuza kundër ndoj kolegut tënd. Mendoj që këtu pastaj ndahen partia dhe Shqipëria. Por doktori mendon se çfarë është mirë për partinë, është edhe për Shqipërinë. Okej për sistemin edhe ai ditë më parë, por për projekt rezolutën jo. Shkak është vetëm një emër. Po si mund të pranoj unë? Si mund të pranoj unë Altin Troplinin? Dhe se skapi i partisë aktualisht është institucioni më i korruptuar në historinë e drejtësisë shqiptare. Dosjet mbyllen kundrejt rishfeteve. Dosjet në skap mbyllen kundrejt rishfeteve. E vërteta është që opozita ka qenë dhe mbetet e vendosur në liri dhe drejtat e individit, shtetin ligjor dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kur vjen puna te drejtësia, për doktorin nuk ka rëndësi as partia as Shqipëria, po shtëpia. Kur nuk janë bërë akoma 40 ditë nga vrasja e gjykatësit Astrid Kalaja, Sali Berisha ju bashkua asaj që e quajti urrëtie popullore të qytetarëve për drejtësinë, që shpërtheu pas ngjarjes. U pa se çfarë urrëtie shpërtheu kur në mënyrën më të dënueshme u ekzekutuan sallën e gjyqit gjykatësi, çfarë urrëtie shpërtheu kundër drejtësisë, se të shohësh një shpërthim të atill nuk kisha pa ndonjëherë. Një jetë të tërë. Jam në studio me zotin Artur Nura për të diskutuar për zhvillimet e ditës së sotme. Përshëndetje zotin Nura, faleminderit që jeni me ne. Komentin e parë dua për një vendim shumë të rëndësishëm të marrëditën e sotme, siç ishte kjo e heqjes nga lista e zezë të sanksioneve të Departamentit Amerikan të Thesarit të Milorad Dodik. Patjetër komentin e parë dua për domethënien që ka një vendim i tillë, po sigurisht duke patur në fokus dhe situatën në Shqipëri me kreun e opozitës që ne kemi të shpallur në ngrata, po kësaj herë ndryshe nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Është patjetër një vendim i rëndësishëm politik që nuk ka të bëjë thjesht me personin në fjalë, por ka të bëjë me interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës për stabilitet në Ballkan. Sjellëm në vëmendje deklaratën e sekretarit, më falni për lapsusin, të NATO-s, i cili foli për përplasjen ushtarake që mund të ndodhi në Tajvan. Dhe tha, çfarë do t'i kërkojë Xi Jinpingu Putinit? Do t'i kërkojë të godas një vend NATO-s për të na shpërqendruar. Dhe duhet jemi. Kurse kjo çështje për ta shtrosh në Ballkan, qofse do të doj Putini, se edhe sot foli për një nëndetse bërthamore ku mund të godas NATO, mund të godas vetëm në 2 pika të rajonit Ballkanit. Është Bosnia-Hercegovina, është edhe Kosova. Në rastin e Bosnia-Hercegovinës, ky vendim nuk vjen në mënyrë si një rufe në qell të hapur, po vjen nga një punë e vendosur e Departamentit të Shtetit
për të krijuar stabilitet në Ballkan. Dhe veçanërisht në Bosnjë e Hercegovinë, që është akoma një pikë më nevralgjike se sa Kosova, për arsye krejt më të thella të konfliktit të brendshëm midis komponentëve të kësaj republike. Kështu që padyshim ky është një vendim për ta caktuar stabilitetin në Bosnjë. Largimi i detyruar i Dodik nga presidenca që është me rotacion dhe ishte përfaqësues që nuk donte të largohej, dhe që vinte nga vizita të rëndësishme në Moskë, që vinte nga takime me Putinin, që ishte zëri i Rusisë në Bosnjë-Hercegovinë, ose ndoshta edhe nëpërmjet Beogradit, po dhe kjo tregon që dhe Beogradi ka rënë dakord me një veprim të tillë, dhe sot ne kemi një stabilitet të caktuar në Bosnjë-Hercegovinë, i cili ishte vetmi aktor politik që mund ta prishte të stabilitet me deklaratat që i ka bërë me mosnjohjen, që i ka bërë republikave të ndryshme, me të gjithë historinë e tij politike që nga lufta e mëtej, është shenjë e mirë për stabilitet amerikan, edhe europian, po veçanërisht amerikan, se nga Amerika bëhet vendimi ka ardhur politik, dhe sigurisht ky e ka paguar me përfitimet e tij personale dhe të familjes. Pse jo dhe me persona afër tij, të cilët kanë hyrë në këtë listë të bardhë tashmë, sepse ju e dini shumë mirë që në Departamentin e Shtetit asgjë nuk dilitohet. Çdo gjë është aty dhe sigurisht ka vendime të cilat mbulojnë të vjetrat, po mbeten aty. Kështu që është një shans që Bosnja-Hercegovina nuk rrezikon më. Ku mund të rrezikojë tjetër? Mund të rrezikojë në Kosovë. Edhe në Kosovë ka një mungesë stabiliteti politik të zgjatur dhe është një mungesë përgjegjësie e qeverisë në dalje, por se jemi drejt zgjedhjeve të shkuara, po padyshim edhe Shqipëria, pavarësisht se është një vend i NATO-s, është në një situatë që duhet të demonstrojë përgjegjësi në raport me zhvillimet globale, duke u nisur nga ato rajonale. Kështu që nëse do i referohemi rastit të Berishës, ne mund të themi që në Shqipëri ka pasur dhe raste të tjera, të cilat asnjëherë nuk bëhen zyrtare, por komentohen në nzyra, që kanë ndodhur me Fatos Nano, për shembull. Dhe Fatos Nano ka rënë dakord që të largohet nga loja politike me marrëveshjen që është bërë me palët në mënyra të padeklaruara. Dhe kjo gjë sipas zërave analitike i është ofruar dhe zotit Berisha, që e ka pranuar me gjysmë zemër dhe me gjysmë goje, dhe në fakt ka bërë krejt të kundërtën. Kështu që ky është një rast për të reflektuar. Mua më duket se jo rastisht kanë filluar zëra dhe protagonistë të rinj në Partinë Demokratike që flasin për kandidatura, që flasin për garë të brendshme. Dhe unë shpresoj, nuk kam fakte, po deduktoj dhe analizoj, shpresoj që t'jetë me një mbështetje amerikane një lëvizje e tillë brenda Partisë Demokratike dhe të kemi dhe heqje të zotit Berisha nga lista, por kjo do të ndodhë vetëm kur të bëhet si Dodik, kur të rriqet nga politika dhe t'i ofroj stabilitet Partisë Demokratike dhe pastaj edhe më gjërë për te Partisë Demokratike. Po mund shohim një diferencë mes listës thesarit dhe listës Departamentit Amerikan të Shtetit? Unë besoj që kur merren vendime politike të Departamentit Shtetit, ato konvergojnë me gjitha instrumentat e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk besoj që do kishte se kemi bëjnë me korupcionin këtu, se kemi të bëjmë me një teren i cili ka një, po themi, ka përdorur pushtetin për pasuri, se kjo është akuza. Unë besoj që nëse do të kemi një marrëveshje të tillë politike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një instrument pragmatik. Dhe sigurisht në interesat e tyre gjeopolitike për rajonin, ata bëjnë dhe kompromise të këtij lloji. Kështu që vetëm në rastin se do të kemi një konstruktivitet të politikanit Berisha, që ka dominuar pjesën më të madhe të historisë pluraliste të Shqipërisë, ne do të kemi një histori të ngjashme. Dhe unë e kam parashikuar edhe në studion tuaj që Berisha në procesin e tij penal në fund do të dalë i pafajshëm. Po ajo nuk ka lidhje patjetër me vendosjen e ka lidhje jo të drejtë për drejtë. Shko, duhet të pyesja se gjatë fushatës ne nuk e kemi harruar që zoti Berisha kishte edhe Kris Leçivitën, për cilin u fol shumë herë për lobime, për çështje të tjera, për kërkesat. Po dhe Dodi ka patur agjenci lobimi. Po kanë patur një të përbashkët që lidhet me Manafort. Se edhe dje u publikua një lajm që lidhej me të dyja këto. Me lidhje të dyshimta me interesa financiare me Rusin, ka një kontribut në mjaft vende diktatoriale,
me diktatorë të cilët i kanë ndihmuar dhe në fakt i ka mohuar kur ka hyrë në territor amerikan, kur është pyetur nga instrumentet amerikane. Po kjo është e vërtet, u fol edhe këtu pak ne në studio në Real Story e kemi përmendur këtë aktor të dyshimt me Lacivitën këtu, por të gjitha këto unë besoj që sigurisht kanë pjesën e tyre dhe tregojnë diçka që ndron pas, por nëse ne do të kemi një vendim të Departamentit të Shtetit, thash do të jetë një vendim gjeopolitik që do të korespondoj me një stabilitet politik edhe në Shqipëri. Po nuk mund ta shohim rastin e Berishës si të dështuar për kërkesat për heqje non grate duke patur parasysh se kemi Lacivitën, Manafort dhe sërish jemi në të njëjtat kushte. Apo lidhet me aktivitetin e tij politik. Edhe pak përsa ne kemi informacion dhe me Dodik në para 2 ditë ishim një kushte. Dhe brenda 24 orësh ndroi gjithçka. Da dorëheqjen ne morëm vesh pastaj që dorëheqja nuk ka qenë një vendim personal, po ka qenë një vendim imponuar në mënyrë, pra dakorsuar e imponuar, sepse me karakterin që kishte nuk demonstronte tolerant, nuk demonstronte dialog, po i imponuar dhe tashmë kemi një vendim nga heqja e listës dhe përfitimet e familjes së tij. Kështu që në rastin se do të kemi garanci për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për stabilitet politik në Shqipëri, dhe në fakt nuk mungojnë të dhënat që ka një marrëveshje, ka reforma që po bëhen me votat e opozitës, cilat para pak ditësh, pas konferencës së përditshme që bën zoti Berisha për shtyp që e mban një orë në mënyrë të zgjatur, foli për raportin e OSBE-s dhe nuk la akuzë pa bërë për zgjedhjen. Dhe pastaj ra dakord me shumicë të jashtëzakonshme votash, u vërtetua që ka një marrëveshje politike midis palëve që do është për të përgëzuar, sepse kur ka stabilitet politik, ka dhe stabilitet ekonomik, ka dhe qetësi zhvillimi, po ajo do të shifet hap pas hapi, se po ta dëgjoje sot para mbledhjes së grupit parlamentar, vazhdon me gjuhën e tij të rëndë, vazhdon të akuzojë në mënyrë me qytetarin digjital, ne jemi gazetar, ne kur na vjen një informacion nga një burim, kemi detyrimin profesional ta vërtetojmë dhe një burim tjetër. Kurse zoti Berisha bën gazetarin amator dhe nuk vërteton asnjë burim tjetër, po e transmeton atë dhe të gjithë rrjetet afër qendrimit redaksional me Partinë Demokratike e shpërndajnë gjithandej dhe po kemi të bëjmë me një marrëveshje politike që demonstron një lloj zbutje të, po themi, politikanit ashpër, radikal Berisha. Marrëveshja në parlament, e cila do të shifet dhe nesër në seancën parlamentare, tregon që mund të ketë gjasa për një zhvillim të tillë. Pra mund të kenë filluar presionet nga Departamenti i Shtetit edhe kundrejt Berishës, edhe nëpërmjet është skemë e njëjtë. Edhe Dodik ka financuar agjenci lobimi, personazhet që ju i përmendët, është skemë e njëjtë. Unë besoj, është deduksion, nuk kam fakte, nuk është se kam pyetur zyrtarisht Departamentin e Shtetit që nuk përgjigjet kur për të tilla gjëra, edhe sikur ta pyesësh, por unë kam një intuit, kemi një jetë në politikë duke analizuar, që mund të ketë gjasa të ngjashme dhe kjo korespondon me deklarata që vijnë nga njerëz që janë të rinj në Partinë Demokratike, që kanë hyrë në Partinë Demokratike dhe sot janë në parlament dhe që kërkojnë largimin e Berishës. Të gjitha këto, unë besoj që mund të kenë një sinkronizim interesash për të mirën e Partisë Demokratike fillimisht, pastaj edhe për të mirën e arenës politike. Se rezultati në pikën që jemi e kemi parë. Unë dua të pyes edhe për rikthimin e një emri tjetër në fakt që ka kaluar jo pa debate në vendin tonë dhe kam parasysh eurodeputetin Fredi Beleris. Keni ndjekur deklaratat e tij sot, çfarë ju bëri përshtypje? Ishin të pritshme për ju? Po, domethënë unë edhe e ndoqa se sigurisht tashmë jemi të sinkronizuar me zhvillimet në ABC në mënyrë të konstante, ndoqja dhe qasjen tuaj redaksionale duke sjell një deputete, eurodeputete me origjinë shqipërie, që ka folur në anglisht, po ka folur me gjuhë europiane, dhe kemi një eurodeputet grek, po që është lindur dhe rritur në Shqipëri, që në analizën time publike dhe politike u bë eurodeputet për shkak të rëndësisë që i dha zoti Rama, se ishte një politikan periferie, dhe duke e sulmuar kryeministri, bëri shumë të rëndësishëm, i dha një vizibilitet. Dhe kjo për arsye pastaj dhe të interesave të Athinës kundrejt Tiranës, apo edhe për plasjet
të Athinës me Tiranën, ai sot është përfaqësues i Greqisë në Parlamentin Evropian, po është shqiptar edhe grek, sepse ne i ofrojmë këto standarde europiane për minorancat, që nuk e bën Greqia për minorancat e tjera. Është i vetmi vend që nuk ka ratifikuar konventën e të drejtave të njeriut në raport me pakicat. Është edhe Franca, po në mënyrë në Ballkan, po themi në territorin ton, është Greqia. Zotria i Marës foli me i gjuhë lokale, kurse zonja foli me i gjuhë europiane. Unë nuk e di, unë jam i sigurt që folura dhe deklaratat e van der Leyen në Tiranë sigurisht transmetohen nga grupet e punës në Parlamentin Evropian dhe në të gjitha gjuhët përkatëse. Kështu që nuk e di ka lexuar zoti Beleri këto deklarata, po zonja në fjalë i ka lexuar dhe i ka lexuar shumë mirë. Kështu që mban një pozicion të kuptueshëm tashmë që është në raport me opozitën, me Partinë Demokratike, e cila dhe e propozoi kandidaturën e tij në qytetin e Imarës dhe mban një qëndrim, po edhe zoti Beleri duhet të mirë informohet për zhvillime gjeopolitike, cilat duhet t'i shohin në pasqyrën europiane për të bërë deklarata të ndryshme nga të parat. Kështu që është e qartë si flet Beleri me gjuhë partijake dhe nuk më kujtohet emri i zonjës. Kokalari, edhe ajo ka një mbiemër shumë të njohur pra në historinë shqiptare, në gjuhën europiane. Kështu që është një pasqyrë për t'i treguar zonja Kokalari, është një pasqyrë për t'i treguar Belerit që duhet të ndryshojë qëndrim, sepse sot është europarlamentar dhe nuk mund të flasë si një politikan ballkanik i një qytete të vogël, po duhet të flasë me orientimin që ka tashmë Brukseli dhe Strasburgu, ku ata shkojnë rregullisht një javë në muaj kanë detyrim ta bëjnë në Strasburg, apo në Bruksel, që është kryeqyteti i Europës, zoti Beleri duhet i lexojë të gjitha agjancët që jam i sigurt se kam eksperiencë profesionale në Parlamentin Evropian, i shkojnë në zyrë dhe i ka në gjuhën e tij, sepse është deputet grek, në gjuhën greke, se gjuha shqipe akoma nuk është gjuhë zyrtare në Bashkimin Evropian. Po edhe Beleri mund ta ketë vështirë. Falenderoj shumë Nura. Faleminderit që ishe me mua, si gjithmonë dhe për mua është kënaqësi. Ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime. Bashkimi Evropian kërkon mbylljen përfundimtare të vettingut në drejtësi brenda qershorit të vitit të ardhshëm, kur përfundon edhe mandati i kolegjit posaçëm të apelimit. Në këtë organ mbeten ende dhe më shumë se 40 dosje në shqyrtim. Bashkimi Evropian dënoi dhe sulmet ndaj vëzhguesve ndërkombëtar të vettingut. Rivlerësimi përfundimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të përfundojë deri në qershor të 2026-s. Gjatë një takimi në kolegjin e posaçëm të apelimit, ambasadori i BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato, tha se vettingu mbetet një nga kushtet kryesore të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Procesi i rivlerësimit mbetet shtylla kurrizore e reformës në drejtësi dhe përfundimi i tij është një hap themelor në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa konfirmon mbështetjen e Bashkimit Evropian për procesin e vettingut, Gonzato dënon sulmet ndaj vëzhguesve ndërkombëtar. Sulmet e fundit pa justifikuara dhe dezinformimi ndaj ONM-s dhe vëzhguesve të saj ndërkombëtar janë të papranueshme dhe synojnë të minojnë besimin te sistemi i drejtësisë dhe reforma në drejtësi. Deri më tani, kolegji i posaçëm i apelimit ka shqyrtuar 370 nga 417 ankimime të depozituara, ndërsa në proces janë dhe 48 të tjera, të cilat pritet të mbyllen brenda këtyre 8 muajve. Policia dhe Prokuroria e Lezhës kanë zhvilluar një operacion kundër tjetërsimit të pronave dhe ndërtimeve pa leje në Shëngjin dhe të Krana e Hedhun, duke ekzekutuar 9 urdhër arreste por zyrtar të kadastrës, Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit dhe ish efektiv policie. Sipas njoftimit zyrtar, në zonën e Ranës së Hedhun tjetërsueshin prona për të ndërtuar objekte banimi që më pas legalizoheshin. Policia dhe Prokuroria e Lezhës ka nisur një operacion kundër tjetërsimit të pronave dhe ndërtimeve pa leje në bregdetin e Shëngjinit dhe te Krana e Hedhun. Mësohet se janë lëshuar dhe ekzekutuar 9 urdhër arreste për zyrtarin e ish zyrtar të kadastrës, Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe ish efektiv policia, me akuzat e shpërdorimit të detyrës, ndërtimit të paligjshëm dhe falsifikimit të dokumentave. Bëhet fjalë për një arrest me burg, 5 arrest në shtëpi, 2 ndalimi daljes jashtë shtetit dhe një polic. Bashkë me ndalimin e daljes jashtë vendit, pezullohet dhe nga ushtrimi i detyrave publike.
Hetimet ka nisur rreth 3 vite më parë pas një denoncimi të mbërritur në prokurorinë e Lezhës për një pallat 8-katërsh ndërtuar në një pronë të tjetërsuar te Krana e Hedhun, të legalizuar pas ndërtimit, sipërfaqja e tokës e tjetërsuar e më pas së shitur, kur veç këtij pallati, më vonë janë ndërtuar edhe objekte të tjera, është rreth 200.000 metër katror. Më herët gjykata e kishte vendosur kthimin e saj në pronë shtetërore dhe ka dënuar ish zyrtar të Bashkisë Lezhë. Gjithashtu, prokuroria e Lezhës sekuestroi 4 objekte të ndërtuara pa leje dhe të legalizuara në kundërshtim me ligjin në zonën e Ranës së Hedhun. Hetimet për këtë çështje vijojnë me qëllim dokumentimin e plotë të veprimtarisë së kundërligjshme dhe identifikimin e çdo personi tjetër që mund të rezultojë përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Një arsenal i madh armësh dhe municionesh është kapur në Tiranë gjatë një operacioni në rrugën Myslim Shyri. Policia gjeti në një furgon 23 armë zjarri, snajper, municion luftarak, uniforma si të policisë, pajisje për shpërthim në distancë, telefona celulare të tjerë. Një 34 vjeçara në pranga, ndërsa 2 persona të tjerë u shpallën në kërkim. Hetuesi dyshojnë se armët do të shiteshin grupeve kriminale. Një arsenal armësh është sekuestruar nga policia e Tiranës gjatë një operacioni të zhvilluar në rrugën Myslim Shyri. Brenda një furgoni janë gjetur 23 armë zjarri të llojeve të ndryshme, 15.000 fishek, pajisje policore dhe materiale të tjera ushtarake. Gjatë këtij aksioni policia ka arrestuar Eugert Sinon, 34 vjeç, ndërsa 2 persona të tjerë janë shpallur në kërkim si bashkëpunëtor në aktivitetin e dyshuar të trafikut të armëve tek grupet kriminale. Eugert Sino ka qëndruar i heshtur duke mos dhënë asnjë deklarat para oficerëve të policisë. Uniformat blu kishin informacion mbi lëvizjet e 34 vjeçarit, pasi edhe më parë ishte i skeduar për armë sipas të dhënave paraprake. Brenda furgonit policia ka gjetur 12 pistoleta të markave Beretta, Glock, Rex Delta dhe Ranger, 5 snajpera, 6 armë automatike, silenciator dhe 15.000 fishek. Operacioni në fjalë është rrirë edhe në disa zona të tjera të periferive të Tiranës, pas dyshimeve për persona të lidhur me të arrestuarin Eugert Sino. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se armët janë trafikuar nga Kosova, ndërsa po verifikohet destinacioni i tyre final dhe rrjeti trafikantëve që lidhen me Eugert Sinon. Një grua ministre e brendshme për herë të parë në Shqipëri po promovon më shumë gra drejtuese policie. Në ndryshimet e disa shefave të komisariateve, spikat emërimi i një gruaje në krye të policisë së Librazhdit. Nertila Meta vjen në këtë detyrë si specialiste kundër dhunës në familje në policinë e shtetit dhe është e dyta grua shefe komisariati. Prej korrikut, edhe në krye të policisë Kuçovës është gjithashtu një gruaj që gjithashtu shkoi aty nga zyrat e drejtorisë së përgjithshme të policisë. Drejtoria e përgjithshme e policisë ka kryer një sër ndryshimesh në nivele drejtuese të disa komisariateve në vend. Ndër emërimet më të spikatura është ajo e kryekomisares Nertila Meta, e cila nga detyre specialistes për dhunë në familje në drejtorinë e përgjithshme të policisë është emëruar shefe e komisariatit të Librazhdit. Duket se policia po u beson më shumë grave në radhët e tyre në drejtimin e komisariateve, duke shënuar rastin e dytë në vend. Më herët gjatë muajit korrik, ishte komisarja Diona Dano, e cila u emërua shefe e komisariatit të policisë në Kuçovë. Kryekomisari Elton Halili nga shefi i komisariatit të Librazhdit transferohet shef komisariati në Bulqiz. Ndryshimet kanë prekur edhe komisariatin e Dibrës, ku kryekomisar Altin Lila nga drejtuesi i kësaj strukture emërohet specialist për hetimin e krimeve në drejtorinë e përgjithshme, ndërsa kryekomisar Mariglen Duçi nga shefi i komisariatit të Malësisë së Madhe është emëruar shefi i komisariatit në Dibër duke zvendësuar Altin Lilën. Në vend të Duçit në Valsinë e Madhe është vendosur Claudio Zhupa. Kryekomisari Erdit Reçeku nga shefi i komisariatit numër 6 në Tiranë është emëruar shef sektori për krimet në volum në Elbasan. Kryekomisari Edvin Peçi nga shefi i komisariatit të Bulqizës ka zënë vendin e Erdit Reçekut në komisariatin numër 6. Kreshnik Bajraktari do t'jetë drejtori i ri i drejtorisë transportit rrugor. Prezantimi i tij u bë sot nga zëvendës kryeministri Belinda Balluku, e cila ndër të tjera u ndalë tek shërbimet e reja të ofruara nga ky institucion, që tha se kanë kursyer kohë dhe para, si dhe kanë lehtësuar burokracitë për qytetarët. Drejtorinë e transportit rrugor do ta drejtojë nga sot Kreshnik Bajraktari. Ai u prezantua nga zëvendës kryeministri Belinda Balluku, sipas së cilës Bajraktari ka dhënë kontributin e tij prej kohësh në transportin publik pranë Ministrisë së Infrastrukturës. Duhet të angazhohemi akoma më shumë, të injektojmë teknologji të re, të injektojmë inovacion dhe mbi të gjitha të kemi shërbime transparente dhe të shpejta. Për këtë arsye,
DPSHTR-n do ta drejtoj sipas vendimit të bordit, duke nisur nga sot, Kreshnik Bajraktari. Mendoj dhe besoj që do arrijmë të çojmë përpara institucionin duke synuar për të ofruar shërbime cilësore, të shpejta, efikase dhe me transparencë plot. Zëvendës kryeministria Balluku ndal edhe tek transformimi dhe shërbimet e reja të drejtorisë së transportit, që sipas saj kanë lehtësuar burokracitë për qytetarët. Puna, shtoi ajo, do të vijojë edhe më tej, duke vënë theksin te përdorimi i teknologjisë dhe inovacionit. Kemi dyshishim të mbulimit territorial me zyra shërbimi dhe drejtori rajonale. 424.955 shërbime më shumë të ofruara, krahasuar me vitin 2018. Ne sot ofrojmë 9 herë më shumë shërbime se sa ofronim në vitin 2018 dhe në kohë shumë më të shkurtër. 1.627.276 mjete kanë kryer kolaudimin në Republikën e Shqipërisë. Prej tyre janë refuzuar 490.112 mjete. Pothuajse 1/3 e tyre. Në ndërkohë, testimet online janë një tjetër risi. Balluku tha se kodi rrugor ka hapësuar ndryshimet vazhdueshme dhe po punohet ndërkohë për paraforimin e legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian në sektorin e transportit. Më 29 dhe 30 tetor, Pallati i Kongreseve në Tiranë do të mirëpres edicionin e 4 të Panajirit të Energjisë, Ndërtimit dhe Ekonomisë së Gjelbër, që është dhe eventi më i rëndësishëm i vitit, dedikuar sektorëve strategjik të energjisë, të ndërtimit dhe të teknologjive që promovojnë energjinë e gjelbër. Organizuar nga Iceberg Exhibitions, ky panajir është kthyer në një platformë gjithëpërfshirëse, bashkëpunimi për ekonomitë, për investitorët, institucionet publike që kërkojnë kështu të ndërtojnë një të ardhme më të qëndrueshme. Panajiri i Energjisë, Ndërtimit dhe Ekonomisë së Gjelbër të rikthehet për të 4-tin vit në Pallatin e Kongreseve si eventi më i rëndësishëm në vend, dedikuar sektorave të energjisë dhe ndërtimit. Sot ky panajir është ndërruar në një platformë bashkëpunimi dhe dialogu. Edicioni i këtij viti vjen me kryefjalën eficiencia energjetike, një nga prioritetet kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm në Shqipëri. Një qasje që bashkon teknologjinë, ndërtimin e përgjegjshëm dhe inovacionin e gjelbër për të ndërtuar qytetet inteligjente, më të pastra dhe me një të ardhme më të qëndrueshme. Jemi të hapur për publikun, nga ora 9 deri në orën 19:30, të gjithë mund të vinë dhe ta vizitojnë Panajirin e Energjisë dhe Ndërtimit për të njohur me risitë, për të informuar, për të ndërgjegjësuar, sepse jemi të gjithë drejt këtij tranzicioni drejt energjisë së gjelbër edhe burimeve të rinovueshme, materialeve të ndërtimit më të qëndrueshme. Nëse flasim për eficiencën e energjisë, flasim për atë çfarë intereson kujdon shtëpinë e tyre. Do të ketë shumë panele diskutimi, shumë seanca informimi për qytetarët. Ky panajir, i cili do të rrijë i hapur deri të njëjtën, ka bërë bashkë rreth 80 kompani nga Shqipëria, rajoni dhe Evropa, ku nëpërmjet paneleve bizneset do të prezantojnë produktet dhe shërbimet e tyre më inovative, përpara një audience të gjerë profesionistësh, investitorësh, përfaqësuesish institucional dhe publiku të interesuar për teknologjitë e reja. Ky panajir mbledh ndër vete gjithë zhvilluesit, investitorët, si dhe inxhinier nga më ndryshë, secili gjithë për një qëllim, të ndërtojmë një të ardhme akoma më të mirë. Duke qenë se ky panajir kishte pikërisht këtë fokus dhe vizion gjithashtu dhe përputhej qartë me vizionin që ne kemi si kompani ndërtimi, ishte qëllimi për të ndërthurur bashkë dhe për të ardhur në një panajir me një zhvillim të ri, me një propozim të ri. Panajiri do të jetë i hapur për të mirëpritur publikun e gjerë në datat 29 dhe 30 tetor dhe pjesëmarrja është falas. Ishte gjithçka e përgatitur për Tirana Live për ditën e sotme, të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, mund të ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njëherë dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, miru pafshim.